Po përgatitet një ligjiri për postat i cili duhet ta rregullojë kaosin në biznesin postar në vend. Në shekullin 21, qytetarët e Maqedonisë me muaj ende nëpër labirinte burokratike për t'i gjetur dërgesat e tyre postare. Më tragjike është se derisa i marrin njoftimet nga gjykata apo noteri, disa prej tyre tashmë u kanë skaduar edhe afatet ligjore për ankesa ndaj vendimeve. Po pse posta e Maqedonisë del me humbje, ndërsa postat private kanë edhe rritje 100% të fitimeve, cilat janë mangësitë dhe çfarë duhet të sjellë ligji i ri, ishte tema e emisionit Biznes 21. Sipas përfaqësuesit nga Posta e Maqedonisë, ankesat më së shumti vijnë nga qytetarët e Shkupit, ku është pjesa më e madhe e tregut. Не оние некое доцање како што тоа е презентирано во медиумите. Значи, еве, например, нема представник од Агенција на пошти, значи, информациите се сега да имаше представник ќе кажеше дека на дневна основа тие добиваат поплаки од Македонска пошта по десетина. Nuk ka vonesa në dogan, sigurojnë nga drejtoria e doganave. Problemin e shohin te dorëzimi i njoftimit për qytetarët se duhet të paguajnë detyrimet, që nga dhjetori i vitit të kaluar për dërgesat deri në 22 euro, tani paguhet tatimi vlerës së shtuar, ndërsa TVSH dhe dogan për të gjitha mbi 90 euro. Carинските процедури се завршуваат во истиот ден, доколку нема никакви проблеми со пратката. Може би повеќе проблемот односно одолговлекувањето за времето додека физичките правните лица бидат известени дека им пристигнала пратка за да се јават, за да може да ги спроведат царинските формалности и процедури. Strategji shtetërore dhe një reset i plot i gjithë sistemit të trashëguar nga Jugoslavia, kërkojnë postat private, thonë se në kohë të teknologjisë avancuar neve na ndodh erozion, ndërsa për shkak të pozitës së mirë gjeografike mund të jemi qendër shërbimi dhe të përfitojmë. Reagojnë ndaj konkurrencës së pandershme, ndryshimit të shpeshtë të rregullave dhe faktit që qytetarët duhet të kenë, por nuk kanë kuti postare. Не ни помогна државата да се справиме со нелегалната трговија. Јас ќе покажам снимки во Битола, на Сабајле само 100 пратки одат по автобуси и по таксисти. Тука на автобуска се дават, никој не мрда со мал прст и тоа оди хронично. Тоа како да ви кажам, на улица застанете на Прва партизанска, ќе ви кажам 3-4 точки, кај што ставаат зимат. Ka shumë ankesa dhe kërkesa për dëmshpërblim për dërgesa të humbura, por duhet të punohet për më shumë informim të qytetarëve për të drejtat e tyre, thonë nga Komiteti Teknik për Postat. Например, ако јас пуштам 1000 евра телефон, а ставам вредност 1000 денари, тука ќе биде оштетен самиот испраќач. Затоа е толку битно колку што можат они да барат, имам 1000 евра телефон, ама ако јас ставам вредност дека 1000 денари, тука разликата е голема и немаат право на побуна во тој момент. Sigurojnë se me ligjin e ri për posta do të vendoset rregull në biznesin postar në vend.